Bëhemi gati të nisemi për në aeroport. Nisem 7 orë para, nuk nisem 7 orë para, zgjohem 7 orë para. Flutërimi jon ishte në orën 7:15 të mëngjesit edhe siç e patë unë u zgjova në orën 12, pasi kisha fletur vetëm një orë se nuk më zinte gjumi. Edhe pastaj u përgatita. Na kishte ardhi mail që nuk e di se çkan tani ca probleme edhe nga që kanë edhe popullsi të tepërt nëpër aeroporte duhet të jemi 3 orë më shpejt atje na thanë. Unë 3 orë jam zakonisht, nuk e kam problem fare. Sot isha 4 orë më shpejt. Edhe e nxitova burrin, hajde shpejt të ikim se do mbetem në Angli. Ky është problemi im i madh. Edhe arritëm, kuptohet që arrita më shpejt, pastaj ja bënej nami atje tek security nuk ishte shumë njerëz, siç na thanë që duhet të vini më shpejt se do vonojnë shumë në security, nuk ishte shumë njerëz. Vetëm kishte njerëz që po prisin pastaj kur të hapeshin në gate që do kalonim. Edhe atje bënej nami, nuk ishte ku të uleshim dhe ulëm në shesh bashkë me djalin derisa të shikonim se ku do hipnim në aeroplan. Edhe u nisëm për Greqi.